Mësuese Nafie Almeta Jella lindi më 15 gusht të vitit 1956 në Xibër të rrethit të Matit, në një familje me emër të mirë. Babai i saj, Ali Almeta, ishte një nga gjeologët më të njohur të ndërmarrjes gjeologjike në Bulqiz, një njeri që bashkë me familjen bëri sakrifica të shumta për shkollimin dhe edukimin e 3 fëmijëve të tij. Ajo krijoi një familje të mrekullueshme me Qemalin, bashkëshortin e saj, i cili vinte nga një familje nderuar në qytetin e Bulqizës. Halit Jella ishte një figurë e respektuar jo vetëm në qytetin e Bulqizës, por edhe më gjerë. Ishte figura prindërore në edukimin dhe shkollimin e fëmijëve të tij. Pas përfundimit të studimeve në gjuhë letërsi në Institutin e Lartë Pedagogjik në Shkodër më 15 gusht 1978, ajo nisi rrugtimin e saj si mësuese letërsie në shkollën e mesme të Bashkuar të Bulqizës, ku punoi për 4 dekada deri në dalje në pension më 16 dhjetor 2016. Në vitin 1993-1994, si dhe në vitet 2010 deri në shkurt të vitit 2014, ka mbajtur pozicionin e nëndrejtoreshës së shkollës në Gjimnazin e Bulqizës, duke dhënë kontributin e saj jo vetëm në mësimdhënie, por edhe në drejtimin dhe organizimin e shkollës. Shkolla ishte jeta e saj ku përjetoi emocionet më të bukura të profesionit, duke krijuar një marrëdhënie të shkëlqyer me kolegët e saj. Për 4 dekada ajo përcolli në auditoret universitare dhe në fusha të ndryshme të jetës brezat të nxënësish, të cilët sot janë emra të njohur brenda dhe jashtë vendit. Mësuese Nafia ishte më shumë se një mësuese, ajo ishte një frymëzuese. Me pasionin dhe përkushtimin e saj e ktheu letërsinë në një art të gjallë për nxënësit. Në orët e saj heronjtë e Homerit, Eskilit, Shakespearit, Migjenit, Agollit e Kadares merrnin jetë duke u bërë pjesë e kujtimeve të paharrueshme të nxënësve të saj. Në drejtimin e mësuese Nafies, ata interpretonin dhe vinin në skenë vepra të mëdha të letërsisë botërore dhe shqiptare, duke fituar çmime kombëtare dhe rajonale. Ajo zbuloi dhe kultivoi talentet e reja, duke i ndihmuar të shprehnin veten përmes artit të interpretimit, prezantimit, poezisë dhe prozës. Me punën e saj të palodhur, shumë nxënës prej tyre u bën aktor, regjisor, gazetar dhe profesionist të suksesshëm në fusha të ndryshme të jetës. Përveç mësimdhënies, mësuese Nafia ishte edhe një organizatore e shkëlqyer e aktiviteteve kulturore dhe letrare. Ajo bashkëpunoi me shkrimtar dhe artist, organizoi promovime librash dhe inkurajoi krijimtarinë letrare të nxënësve të saj. Pasioni në punën me librin ka bërë që shumë breza nxënësish të ishin miq të librit. Në kujdesin e saj, shkolla u bë një qendër e rëndësishme kulturore, ku zhvilloheshin projekte të shumta kurikulare dhe ndërkurrikulare, konkurse dhe olimpiada që pasuan jetën artistike dhe intelektuale të komunitetit. Një ndër veprimtaritë më të spikatura dallon projekti me temë Lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Jani tani vajzat të kthehemi. Tani mbaroi gjithçka. Viola, dhe të kthehemi në shtëpi. Gjithçka më i fund. Tani çdo gjë do të kthesim më parë. Mirë dhe faleminderit për gjithçka. Nuk ka pse. Unë thjesht bëra detyrën time. Dhe të kthehemi. Si koordinatore për organizatat jo qeveritare dhe si kryetare e Forumit të Pavarur të Grave Bulqiz, ka dhënë një kontribut të çmuar në ndihmë të mbrojtjes së të drejtave të grave. Ajo ka organizuar panajire të ndryshme për të rritur vlerat e trashëgimisë kulturore të zonës, duke përfshirë vajzat dhe gratë në punimet artizanale. Me nxënësit e shkollës, gratë dhe vajza në qytetin e Bulqizës u organizua aktiviteti në zbatim të projektit duke ndryshuar vetveten, ndryshojmë dhe shoqërinë.
Mësuese Nafia në bashkëpunim me televizionin e qytetit të Bulqizës ka realizuar emisione televizive mbi edukimin si dhe transmetimin e shumë aktiviteteve ku janë promovuar talentet e reja në shkollë. Puna dhe kontributi i saj janë vlerësuar me certifikata mirënjohje nga institucionet e ndryshme arsimore dhe vendore. Megjithse vitet kanë kaluar, ajo ende i ruan me dashuri krijimet e nxënësve, hartimet, poezitë e set, fotografitë e aktiviteteve, një arkiv e çmuar shpirtërore që dëshmon për kushtimin dhe pasionin e saj të pashtërueshëm. Në vitin 2016 me rastin e daljes në pension, Qeveria e Nxënësve së bashku me nxënësit e shkollës organizuan një aktivitet kushtuar figurës së saj, e udhëhequr nga mësuesja koordinatore Lediana Gjoka. Ajo si rrallkurs të dëron artin e komunikimit me nxënësit. Kemi bërë një sondazh. Kryesisht ky sondazh është nga Qeveria e Nxënësve dhe nga faqja e Facebookut të Qeverisë së Nxënësve. Dhe këtë vit menduam kështu. Të japim mësuesi i vitit 2016 dhe nxënësi i vitit 2016. Certifikat vlerësimin bazë të një sondazhi të zhvilluar nga Qeveria e Nxënësve të Gjimnazit Bulqizë i jepet mësimi. Vlerësimin si mësuese e vitit 2016 Susana Fiela. Humanizmi dhe pasioni për lëndën e bën atë të dashur për breza të tërë nxënësish. Në vendin ku ajo punoi dhe jetoi, krijoi një mjedis të ngrohtë miqësor me nxënësit, gratë dhe vajzat e qytetit, të cilat edhe sot e nderojnë dhe e respektojnë. Kjo shprehet edhe me takimet me ish maturat ndër vite. Sot mësuese Nafia mbetet një figurë e paharrueshme emblematike për shkollën e mesme të Bulqizës, një emër i nderuar në historinë e arsimit në këtë qytet. Ajo është gjithashtu autore e historiku të shkollës së mesme Bulqiz, duke i lënë brezave të ardhshëm një dëshmi të vyer për rrugtimin e saj dhe të institucionit që i kushtoi jetën.